Zoti Bido, ju kam në fjallën. Pas Zoti Iglicara. Të nderuar kryetar, të nderuar koleg, Zoti Noka, e keni marrë fjallën? po diskutojmë 2 orë në lidhje me një problem i cili po na rezulton se është problem semantik. Sepse po dëgjoj nga kolegët e opozitës të cilët flasin për konsensus. Dhe me sa kuptoj, kuptimi tyre për fjalën konsensus është imponim. Është imponim dhe pazar. Çfarë thonë? Hajde të ulemi të bëjmë një pazar, të imponojmë në një emër dhe të vijojmë me procedurën. Dhe nuk e kuptoj se çfarë konsensusi më të lartë mund të ketë, se sa t'i ofrosh mundësinë opozitës që të sjelli kandidaturat prej të cilave shumica do të votoj avokatin e ri të popullit. Ky është konsensusi i mirëfillt, por opozita nuk do këtë. Opozita do imponim. Dhe për të kuptuar që ky problem semantik vjen si pasojë e problemit të madh me gjuhën shqipe që ka kryesia e kësaj partie, mjafton të dëgjojmë pak më parë në këtë seancë se si fjalës ignorancë ju dha një tjetër kuptim nga ajo çfarë ka gjuha shqipe, ku ignorant vlerësohet ai i cili ka dieni të cekta, ai që është i pakdhendur, ai që është ignorant në politikë, madje thot fjalori i gjuhës shqipe, që besoj se i shkon shumë për shtat në fakt thënësit, folësit të asaj ndërhyrjeje, i cili shkon deri në pikën sa të përmendin këtë seancë dhe të vdekur. Dhe këtu vjen problemi. Vjen problemi se kjo opozit nuk do konsensusin. Kjo opozit nuk di çfarë bën në mëngjes, ku shkon në drek e ku përfundon në darkë. Kjo opozit është keq në histori, është tmerr në matematik, ishte skandal në qeveri e është beter në opozit. Sepse kjo opozit nuk di se kë mbështet, çfarë mbështet e kur e mbështet. Dhe kësaj ne nuk kemi çfarë t'i bëjmë. Sepse do të na dalin nesër që do të ndrojmë prap mendim një orë para, do të thonë që atë që propozuam vetë nuk e duam dhe kjo shumicë nuk do di çfarë të bëj. Prandaj në emër të këtij konsensusi që i është dhënë opozitës, që të sjell emrat e kandidatëve, të cilët tashmë janë depozituar. Janë depozituar sipas përcaktimeve të ligjit të avokatit të popullit, që thotë që 28 mbështetës ka nevojë një kandidaturë që të hedhë në votim. Ka ardhur momenti që ne të hedhim në votim 6 kandidaturat e propozuara nga opozita dhe të zgjidhet avokati i ri i popullit. Faleminderit. Fjalën e ka Zoti Flamur Noka, pas Zoti Iglicara. Ndjes Zoti Cara, po e ka kërkuar më parë. Bukur, të pëlqeu, u frymëzove ti. Tani, shiko, kur dëgjon një parafolës këtu, e di çfarë mendon njeriu, çfarë masakrimi i keni bërë ju deputetit të Kuvendit të Shqipërisë. Masakër. Është masakër, ja, edhe kjo tjetra. I keni një 3-4 këtu që e keni bërë, e keni katandis emrin e deputetit në atë pikë sa njeriu normal thot, ore, s'mund të jem më deputet me këta. Katandisje e rënd, iku kjo. Por që është jua. Tani, zotri kryetar, është tradit e vjetër parlamentare që avokati i popullit të zgjidhet me konsensus këtu dhe gjithmonë opozitës i është dhënë e drejta e propozimit të kandidatit. Dëgjuam këtu që jo e kemi shpik ne ligjin, e kemi bërë ligjin, par ne themur ignorant, sepse Ermir Dobiani, kur është votuar në këtë parlament kandidat për avokat populli, nuk keni qenë ju fare në pushtet që të keni iniciuar ligje. Kështu mos i ka qenë Sali Berisha dhe ka qenë kandidati Partisë Socialiste përballë Sali Berishës dhe Ermir Dobiani. Prit. Atë pra mos pse të nxjerr gënjeshtar, nuk duhet të djeg se gënjeshtar e gënjeshtar. Mund të thuash se ti jam ignorancë ai tjetri, ta falim, nuk do të thotë ignoranca falet. Ignoranca falet, ama gënjeshtra dhe mashtrimi nuk falet. Prit, të lutem, por që Niko, ta mbaroj. Tani cili është thelbi, zotrin, doni
doni t'i jepni opozitës avokatin e popullit apo e doni ta emroni vetë. Po që se ju doni t'a jepni opozitës, procesi futet në ullin institucional. Me datën 2 dhjetor, grupi parlamentar ju ka dërguar një njoftim. Ta përfundoj fjalën, ishte për procedurë 3 minuta. Po, me datën 2 dhjetor, pasi Komisioni Ligjeve vendosi që nuk mundet një deputet të firmos më shumë se një emër, grupi parlamentar ka dërguar një kërkesë për tërheqjen e gjitha firmave për çdo pretendent për kandidat. A ju doni lepurin e Surrelit? Sepse duhet t'i bëj avokatin Surrelit dhe partisë dhe jo avokatin e popullit. Është çështje juaja, zgjidhni ju, por jo ne. Avokati do jetë i partisë dhe i Surrelit, por nuk është avokati i popullit. Ndaj vendosni. Edi Rama ju ka ardhruar të rëmbeni çdo gjë keni rrëmbyer. Ju nuk njihni limit. Rëmbeni para, rëmbeni taksa, rëmbeni njerëz dhe zhdukni. Ju nuk njihni gjë në rrëmbim. Ju çdo gjë rëmbeni. Rëmbeni dhe këtë, por nuk ka lidhje me opozitën. Opozita nuk e njeh lepurin e Surrelit Endri Shabani si kandidat të mbështetur nga ajo. Kaq. Opozita. Fjalën ka zoti Igli Cara për procedurë, ju lutem përmbajmë unë procedurës. Faleminderit zoti Pas kryetar. ministri Toni Gogu. Në fakt, nuk e mendoja kur që do të zgjaste kaq shumë kjo pikë e rendit ditës, sepse nga përvojë sepse në fakt nuk mendoja kur që kjo mazhorancë do të insistonte kaq shumë në një element kaq të qartë juridikisht, por mbi të gjitha dhe moralisht. Historia ka treguar që ka pasur një precedent më parshëm ku gjithmonë avokati i popullit është propozuar nga opozita. Por ne sot po bëjmë një gabim në fakt se mendojmë që kjo është një debat ndërmjet mazhorancës dhe opozitës. Në fakt të gjithë folësit e mazhorancës sot janë siklet, unë e kuptoj, sepse nuk është një procedurë normale. Ky është një urdhër politik i zotit Rama dhe ne bëjmë gabim fakt që bëjmë debatin me ju, apo dhe me kryetarin e grupit, apo dhe me deputetët. Sepse kjo është e qartë që është urdhër politik i zotit Rama. Po mirë më, përderisa thoni që ja keni dhënë të drejtën opozitës. Argumentat që ju nxorët ishin të gjithë argumentat që procedurat që kemi bërë ne si forcë politike pas ka pasur gabim. Po mirë, kjo është njësoj si të urësh një tavolinë ku po bën një marrëveshje politike, dhe marrëveshja politike kërkon burra dhe gra që e mbajnë fjalën, dinjitoz. Një moment, në qoftë se njëri kthen kokën dhe kemi diçka në mes, ju duhet ta rrëmbeni, se kjo është të rrëmbesh atë që e ke thënë, se keni thënë vetë që është e drejtë e opozitës. Po ju, në këto 12 vjetë, ose më mirë them, Rama është mësuar të marri pikërisht në këtë mënyrë, se ka marrë të gjithë pushtetet, nuk është thjesht vetëm avokati i popullit. Më thoni një pushtet që nuk e keni rrëmbyer. Përveç vjedhjeve në votime, keni marrë pushtetet lokale, të drejtat e pushtetit lokal, të drejtësisë, po edhe të avokatit popullit. Kjo është e vërteta. Gjithë të tjerat, justifikimet, jo po e firmosët, jo po se firmosët. Po mirë më, ne një 72 thotë qartë. Ne kemi një vullnet politik të shprehur nga ky grup. E pranon apo jo, ka që thjesht është. Po tani, me firmat tona, ju nuk mundet që janë në këtë moment janë nul, sepse ligji thotë qartë, ju të thoni që të vazhdojmë procesin. Për çfarë po e bëni? Po kjo është arrogancë e tepruar. Thuani qartë, ky është urdhri i Ramës, se është më së qartë. Se asnjëri nga ju, jam i bindur pavarësisht se nuk e thoni, nuk mendon që nuk është e drejtë e opozitës ta propozojë. Po e jona pra, na leni ta propozojmë. Sepse ato firma ishin për procedurë. Ne jemi shprehur qartë. Ç'është ky muhabet? Po qëndroj dhe këtë ja them Ramës, qëndroj një herë